konkretisht me djegësin e Tiranës. Djegësat patën disa arrestime, jo paktën ato që ju i cilësonit përgjegjës direkt për djegësin e Tiranës, po ashtu edhe për djegësin e Fierit, por pati disa arrestime në rang ministrash apo zyrtarësh të lartë të përfshirë. A mendoni se fatë njëjtë do të ketë edhe për aeroportin e Vlorës, do të ketë hetime, arrestime deri në nivelin e Belinda Balloku dhe Edi Ramën që ju e bëni përgjegjës direkt? Aq sa pati për aeroportin nga Altin Troplini, aq do ketë edhe aq sa pati për djegësin nga Altin Troplini, do ketë për aeroportin nga Ndini apo ndonjë tjetër, sepse tani, sa dini ju, prej 2 vitesh, një kompani e huaj ka paraqitur pa dinu spak, se është përjashtuar absolutisht mbi baza korruptive. Një kompani shumë serioze. Dhe që kanë bërë? Si e kanë përjashtuar atë? Ajo është paraqit me dokumenta shumë tregta, të standardeve më të mira. Edi Rama dhe Lubia, 4 ditë para se të mbyllet tenderi, kanë ndryshuar termat e tenderit, që s'mund ta bësh kurrë. Vetëm e vetëm që të përjashtohej kompania e huaj, e një vendi partner, dhe të jepej tenderi atyre që kishin caktuar këta. Një kompani turke që do vinte për të dalë, për të mos vetëm si materialës për të realizuar, po faktikisht ishte pacolli. Pa, kjo është natyrisht shumë të ngjashme. Edhe atje, edhe atje, të themi atë që është, Arben Ahmeti refuzoi 4 herë, 5 herë. Po e refuzoi. Askush se ka denoncuar më shumë se unë atë për korrupsion. Merrni ju që nga viti 2008 e gjerë sot, po ato që ka kaj, s'mund t'ja mohosh tjetrit. Pavarësisht se i papërgjegjshëm, një mercenari vërtet i ligjit, i turpi i drejtësisë dhe i hetimit Altin Troplini, merret direkt dhe u thot shqiptarëve po e arrestoj sepse gjeta pllaka në banjon e tij të paguara nga Klodian Zoto apo si quaj tjetri, Mërtiri. A e morët vesh ju apo jo? Ku e ka ta ndisi Troplini? Ku e ka ta ndisi Troplini djegësi 130 milion? Tek plakat e banjos, ish bashortës, bilem duket, jo të bashortë, po ish bashortës së Arben Ahmeti. Dhe për këte, Arben Ahmeti që kishte kundërshtuar 4-5 herë me shkrim djegësit e Tiranës, kishte mbrojtë interesin publik, e arreston, sepse i kërkon, i dërgon këte dokumenta hoteli, se që kishë fjetë në një hotel, me një shpifsh të paguar, i dërgon në një lokal dokumentat Linda Rama në emër të shoqit. Kjo është, mund të pranohet, këto së pranohet, s'kanë moral. Nuk kanë moral. Berisha Daniela Maloku, Report TV. Mbrëmjen e djeshme është shpërndarë me shpejtësi në rrjetet sociale një deklarat e deputetit tuaj, Besar Xhaferi, i cili në një podcast deklaronte se zoti Berisha duhet të largohet në 2026, kur i mbaron edhe mandati 4 vjeçar, në rast se nuk na ka faktuar farsën zgjedhore dhe nuk e ka çuar, po themi, vendin sërish në zgjedhje. Keni një koment mbi këtë deklaratë të deputetit tuaj, e cila është shpërndarë edhe nga Rilindja Demokratike? Së pari, cili do që lexon raportin paraprak të OSB Odirit dhe ka kulturën minimale në të drejtën elektorale, kupton që zgjedhjet
kanë qenë farsë. Janë zhvilluar në kushtet e partisë shtet, s'ka nevojë të faktoju. Janë zhvilluar në kushtet e partisë shtet, e thot këte rekomandimi i Këshillit të Evropës. Janë zhvilluar në kushtet pa barabarta, e thot raporti i paraprak i OSBE Odzirit. Që këtu zgjedhjet janë farsë dhe jo zgjedhje. Kjo, së dyti, ju garantoj se çdo deputet antar mbështetës i kësaj partie do t'jetë i lirë të shpreh çdo mendim që ka. Kjo është gjëja më normale. Natyrisht, interpretimi i nenit statutit duhet t'jetë i sakt, statuti bën fjalë për zgjedhje dhe jo për farsa, dhe tani që ta mbyllim këtë punë, do t'jetë antarësia e Partisë Demokratike ajo që do i bëj interpretimin përfundimtar. Atë po, do ketë një garë për kryetarin e PD-s. E hapur, urdo? Po sigurisht që do jem. Pyetja është kjo. Por e hapur ama, cili do? Zoti Berisha, po, ditën e djeshme, ish deputetja e Partisë Demokratike Zheni Gjergji ka pranuar ofertën e qeverisë për tu emëruar drejtoreshe e Spitalit Rajonal të Elbasanit. Është e disata demokrate cila, le ta themi, ndryshon ka politik, dhe duket se kryeministri Edi Rama e paska patur seriozisht peshkimin e demokratëve për emërimin në administratën shtetërore. Nuk është kjo një raport i këtyre individëve me Sali Berishën. Kemi të bëjmë me një raport me ata që i kanë votuar, me ata që i kanë mbështetur. Një gjë mund të them, se për Sali Berishën, të gjithë ata që shkelmojnë mbi atë besim dhe mbështetje, janë automatikisht jashtë kësaj force politike. Sepse 99.9% mos më shumë, ose 999% të atyre që i kanë mbështetur këta individ, ndërkohë janë pa punë, janë në kushtet vështira, por nuk hipen. U kanë shërbyer këtyre pak të janë shumë pak, 3-4 vetë janë gjithsej. Kështu që këta bëjnë një vendim, kalojnë në partinë e krimit, në partinë që i përkasin, dhe vetëm kaq. Pra, ky është komenti jo vetëm për atë, për të gjithë ata që kanë, për 3-4 janë gjithsej këta në Shqipëri, mund të kenë më shumë, se unë po. Zoti Berisha, Osman Stafa, News 24. Kë ka mandatuar Partia Demokratike për qenë në krye të reformës zgjedhore dhe reformës territoriale? Akoma nuk kemi, do mandatohen, por tani për tani, po bëhen diskutime paraprake në Komisionin e Ligjeve, natyrisht po shtyrtohen rrethanat, kriteret dhe me radhë. Nuk ka akoma një ekip të mandatuar nga ne se ky do jetë për këtë reformë, ai do jetë për atë reformë. Sa po të qartësohet çfarë platforme do zbatohet në punën e këtyre komisioneve, atëherë do marrin vendimet. Në ditën e sotme është publikuar në media një lajm sa i takon formatit se si do të organizohet Komisioni për Reformën Zgjedhore, me antar përkatësisht 8 majoranca dhe 8 opozita. Majorancat
pritet që të ketë 7 antar të Partisë Socialiste dhe 1 i PSD-s, ndërkohë që në krahun e opozitës 3 pra grupet parlamentare do të përfaqësohen, 5 antar Partia Demokratike, 1 PL, 1 PR dhe pritet që të ketë Agron Shehaj një vend gjithashtu në krahun e opozitës. Sa i takon 2 partive të tjera, nëse doa kërkojnë pra Lëvizja Bashk dhe Adriatik Lapaj, Shqipëria bëhet një mundësi për që në edhe ato pjesë e këtij komisioni për reformën zgjedhore, a do t'i pranoj Partia Demokratike? Tani, nuk kam asnjë djeni për përbërët për këtë që më thoni ju. Sepse fillimisht në një variant që më sollën mua ishte